Ndëron jetë nëna e Medës, lajmin e ndam bashkëshortja e këngëtarit. Një lajm i dhimbshëm ka tronditur sot familjen Përgjegjaj. Nëna e këngëtarit të njohur të muzikës popullore Meda, zonja Remzie Maliqi Përgjegjaj, është ndarë nga jeta më 14 maj 2025, në moshën 69 vjeçare. Lajmin e ka dhënë fillimisht bashkëshortja e këngëtarit, Luljeta Përgjegjaj, përmes një fotografie tepërprekse të publikuar në rrjete sociale. Ajo shihet e shtrirë pranë vjehrës së ndjerë, duke I mbajtur dorën me lot në sy, ndërsa shkruan: "Shpirti yt në lule të xhenetit vjehra jem", duke shoqëruar postimin me emoji lutjeje dhe pikëllimi. Pastaj ka reaguar edhe vetë këngëtari Meda, me një mesazh emocional dhe prekës drejtuar nënës së tij. "Bëna hallall nana ime e dashur, sa shumë të kam dasht, do të dua e do të kujtojmë përjetësisht", shkruan ai ndër të tjera. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.